Edhe pse punojnë punë të ndryshme, 18 të rinj janë bërë pjesë e ekipit të vullnetarëve të brigadës së zjarfikësve në Tetov. Ata kanë themeluar shoqatën e vullnetarëve ku gjatë kohës së lirë qëndrojnë në këtë njësi dhe mësojnë rreth shuarjes së zjarreve apo intervenimeve të ndryshme në raste të fatkeqësive natyrore. Jam shumë të kënaqur që me vërtet qyteti jon do të ketë një njësi vullnetare. Për herë të parë mendoj se edhe në Maqedoni do jenë të parët. Momentalisht mendojmë se do operojmë në Pollok vetëm, po mandej ndoshta do zgjerohet edhe më shumë. Kështu që jemi shumë të kënaqur për këtë që marrim pjesë dhe jemi vullnetar të kësaj nisme. Komandanti i brigadës thotë se qëllimi është që në çdo vendbanim të ketë vullnetarë dhe të jenë më afër në raste të intervenimit. Ne pam të udhës që të organizojmë një shoqatë të tillë që do jetë ndihmës shumë e madhe për zjarfikësit e Tetovës, kështu që ju bëjmë thirrje si zakonisht të rive të cilët janë të interesuar për të kyçur në këtë organizatë që të kyçen dhe të japën atë kontributin e vet për vendin e vet, të cilën ne japim gjithçka për vendin për ta ngritur aty ku duhet. Kryetari i shoqatës së zjarfikësve tregon se interesi është i lartë dhe se çdo ditë paraqiten vullnetar të rinj. Ai shpreson që numri të rritet sa të mund të mbulojnë çdo lagje e fshat me të paktën 2-3 vullnetar. Zjarfikësët vullnetar janë të punësuar edhe diku tjetër, zakonisht kena mekanik në vullnetarët, kemi çka punojnë për agjencionet e sigurimeve, kemi rrobaqeps, kemi çka punojnë me parket, me laminat, me ngroje qendrore. Mirë po janë të interesuar që edhe të kishin në këtë shoqatën e vullnetarëve. Njësia e zjarfikësve e Tetovës mbulon një rajon të madh, komunën e Tetovës me fshatra si dhe 5 komuna rurale përreth.